Pyetjes së fëmijëve të Liridonës, pse babi e la hajnin me ja ba nanës bam, se babajt e Liridonës, pse Naim ti mundet të dalësh me fëmijët nga vetura, e do na meti mrena, nanës Liridonës, pse s'ko me pa ma Liridonën, Leonardit, sepse Naimi po mundet aq qetë mi u bërtit fëmijëve atë natë, çka pat nevoj Naim Murseli me taku Kushtrim Kokallën të qendra në Ertil ditën e vrasjes. Liridona Ademaj u privuan nga jeta, ky trup gjykues do ta ketë prej rasteve më të lehta për të dënuar këto të akuzuarit. Lëshoj mikrofonin. Unë e deklaruam i pafajshëm dhe sa i përket akt akuzës, vetëm dua të shtoj se po të vërtetohen pretendimet e prokurorës, unë vetë për veten time kërkoj burgim të përjetshëm. Dua të shtoj se nëse vërtetohen pretendimet e prokurorisë, unë vetë për veten time do të kërkoj dënim me burgim të përjetshëm. Ju falenderoj. Ulu Naim. Granit? Po, lidhur me veprat penale që ju vihin në barë, deklaroheni? Ne heshtë. Në heshtë, nuk do një më deklaru. Në rregull, jam një ligji këtë drejt, nuk dua të deklarohem. Kushtrim Kokalla? Po, kushtrim? Deklarohemi i pafajshëm. Deklaroheni i pafajshëm. Mirë. Atëherë. Me qenë se të akuzuarit nuk e kanë pranu fajsin, atëherë shqyrtimi gjyqësor vazhdon me fjalën hyrëse të palëve. Po, prokurore, po ju ndëgjojnë? Prokuroria themelore në Prishtinë Alo. Apo ndëgjohet gjyqtar? O, që kjo shqep. Gjyqtare, apo ndëgjohet? Apo ndëgjohet? Kërkush s'pe përgjigje. Qështu të me leon, mare? Apo ndëgjohet gjyqtar? Profesor. Po të marnin se e vete. Asë në të zhëllë është fuprisht. Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti për krime të rënda, pas hetimeve të detajuara, me datë 15 janar 2025, mos pare data. Kundër të akuzuarve Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, kanë ngritur akt akuzën në drejtim të kryerjes së veprave penale, të kryerjes së vepra penale, të cilat i ka cekur gjyqtarja, kryetarja e trupit gjykues në fjalën hyrëse. Pas provave të mjaftueshme të mbledhura dhe gjatë krahasimit të njëjtave, prokuroria konsideron që ekziston dyshimi i bazuar që të akuzuarit e cekur kanë kryer veprat penale për të cilat akuzohen.
Dyshimi i bazuar i prokurorisë është e mbështetur në numër të madh të provave materiale, si deklaratave të vetë akuzuarit në atë kohë të pandehurve, Kushtrim Kokalla, Naim Murseli dhe Granit Plavës, të cilat i kanë dhënë në polici. Gjatë krahasimit të këtyre deklaratave dhe provave të mbledhura materiale, prokuroria është bindur dhe do të tentojmë ta bindim edhe trupin gjykues dhe publikun i cila është e interesuar në lidhje me këtë rast, që të akuzuarit e cekur kanë kryer veprën penale për të cilin akuzuar dhe veprimet e të cilëve e kanë sjellur deri te vdekja e tani të ndjerës Liridona Murselit. Të cekurat e prokurorisë janë të mbështetura edhe me provat materiale si në vijim. Raporti për bastisjen e datës 12, një 12/2023, da. Tek të dyshuarit Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Shkrumi qëtu emnat qëtu. Vërtetimet për shkruaj datat. Në ndërmjet tjerash, atë ditë dhe Tringa nuk po shkruan. Do të thonë që kjo është, jo mund të vazhdoni. Raporti nga vendi i ngjarjes, i cili është përpiluar me 10/12/2023, e në vendin vazhdeve të këtë, shkruaj datat për. Izveshti od. Okej. Raporti nga vendi i ngjarjes i datës 10/12/2023, raporti informues i datës 27/12/2023, raporti i Agjencionit Kosovar për Forenzik me numër AKF thye për 2023, viz 3930 thye për 23 thye për 8727 të datës 27/2/2024 për analizën e ADN-s dhe krahasimi me profilet e ADN-s në bazën e të dhënave, kur rezultati nuk ka treguar ngjashmëri me të dhënat e cila është pjesë përbërëse e raportit të datës 23/4/2023. Raporti i Agjencionit Kosovar për Forenzik numër AKF 2023, viz 3919 thye për 23, viz 3797 të datës 14/12/2023, për raportin balistik të armës në ngjyrë të zezë me numër serik e të 991503 dhe një fishek i kalibrit 6 tyje për disa milimetra, i cili është shkrepur, apo me të cilën është shkrepur nga arma e ndëruar e armës e kotuna në ngjyrë zezë të kalibrit 6 tyje për 35 mm me numër serik e të viz
991503 91503 me mbishkrimin e manipuluar zastava. Ashtu siç është cekur në paragrafin 1 të këtij konkluzioni. Raporti për autopsin MA 23 të datës 414 të datës të ekspertit Dr. Naimuka për ekspertimin e trupit të ndjerës Naimurseli. Raporti preliminari telefonave të datës 14 janar 2024 për ekspertimin e telefonit e të pandehurve me raport të datës 28/2/2024. Raporti përfundimtari videoinqizimit të datës 21/1/2024 për analizën e videoanalizimit të cilat i kam mbledhur nga vendi i ngjarjes, pompa e benzinës Kastrati, Etno Kuqa në Graçanic, Titanium, Shpresim Pestisha, Shkelzenuka, Suat Pestisha, Fehmi Mehmeti, Komunikacioni qytetit Berisha Dyer dhe të tjerët. Raporti informuas i datës 24/3/2024 për transaksionet bankare nga bankat e ndryshme, Banka Ekonomike, BKT, Mabetex Holding i Chelsea Point, të pandehurit Naimurseli dhe të gjitha informatat relevante për obligimet financiare të pandehurit. Përgjegja e organeve të mbretërisë suedeze me numër 2 CD për të raportit të IPCOS për telefonat e të pandehurve, 1 DVD me inqizime të kamerave të Etno Kuqës, 1 DVD me kamerat nga vendet të ndryshme të ngjarjes dhe 1 DVD dhe audio inqizim dhe shkresa tjera të lëndës. Përveç provave të propozuara materiale, dëshmitar do t'jenë, rëndësishme do t'jetë dëshmia e dëshmitarit të tretë, Leonardo Ademit, vëllau të ndjerës, Liridona Murseli, shkruaj me shtremnat. Vëllau i tani të ndjerës, Liridona Ademaj. Para natës kritike, pasi që e kanë dëgjuar lajmin tragjik. Lajmin kritik, tragjik. Ka ardhur me familje në Prishtinë, ndërmjet tjerash është takuar edhe me të akuzuarin e parë Naimurselin. Pas së cilës së bashku me familjen e tij e ka marrë fëmijët e mitur të Liridona dhe Naimurselit dhe të cilët në vazhdimsi i viziton të cilët gjenden në Norvegji, në Suedi, kërkoj falje. Gjithashtu shumë me rëndësi është edhe dëshmia dhe dëshmia e ekspertit Naimuka, i cili ka ekspertuar trupin e të ndjerës Liridona Murselit. Dhe i cili në mënyrë të detajuar do të na sqaroj se çka ka gjetur në trup dhe të cilës natyrë janë lëndimet dhe koha e shkaktimit të këtyre lëndimeve në trup. Të ndjerës
Liridona Murseli. Kushtrim kokolla se piharaj. Duke pasur parasysh që në akt akuzë përmendet në vazhdimsi vetura Elojt Seat, për të cilat dyshohet të cilën e ka huazuar i akuzuari i dytë Granit Pllava, Është shumë e rëndësishme. Shumë është me rëndësi që se dëshmia mund të dëshmoj, që të dëshmoj edhe dëshmitari jeton binaku, nga i cili i akuzuari i dytë Granit Pllava e ka huazuar veturën Elojt Seat. Gjithashtu është me rëndësi, gjithashtu dëshmia mund të na mund të na shërbej edhe dëshmitari Valon Lokaj. Dëshmia e rëndësishme, po do të jetë e rëndësishme, i cili në ditën kritike kur ka ndodhur ngjarja, të parin e ka thirrur i akuzuar i parë Naim Murseli, dhe i cili të akuzuarit i ka siguruarit qëndrimin dhe ku më vonë është bashkangjitur edhe kushtrim kokolla. Prokuroria në mënyrë të detajuar ka shkruar lëvizjen e të akuzuarve Naim Murseli dhe Granit Pllava, e cila mbështetet në prova materiale, në kuptim të video incizimeve, ditën kritike, me 29/11/2023. Gjithashtu, ekspertimet e telefonave të akuzuarve Granit Pllava dhe kushtrim kokolla dhe në munges të telefonit të akuzuarit të parë, Naim Murselit, dhe të vrarës Liridona Murseli, për të cilat i akuzuar i Granit Pllava ka deklaruar se nuk i ka marrë, shifet biseda në mes të akuzuarit kushtrim kokolla Granit Pllava dhe në një pjesë shifen mesazhe të cilat i akuzuari Granit Pllava i ka pranuar nga i akuzuari i parë Naim Murseli, e të cilat e vërtetojnë që këtë vrasje është dashur të ndodhë bashkë atë ditë sipas urdhëresës së të akuzuarit të parë. Po më pengon kur po fol kjo, s'peni këto mani. Dëshmitarët tjerë të propozuar në akt akuzë janë dëgjuar si antar të familjes
ose Ademaj ose Murseli. Mirë po, të njëjtët nuk kam pasur njohuri direkte për vetë ngjarjen. Por prokuroria ka konsideruar që është e nevojshme që të njëjtit të jenë të administruar si dëshmitar, që të na sqarojnë natyrën e raporteve familjare në mes të Naimit dhe të ndjerës Liridonës. Si provë materiale është propozuar edhe raporti, të cilin e kemi pranuar sipas kërkesës son nga organet kompetente të Mbretërisë së Suedisë, me pyetjet e parashtruara, për të cilat ata na kanë vërtetuar që në emër të ndjerës Liridona Murselit në vitin 2022 është paguar polisa e sigurimit jetësor në vlerë prej 3 milion krunash suedeze, në kundër vlerë prej 260.000 euro. Gjithashtu, kemi edhe deklaratën e Kushtrim Kokallës, e cila është dhënë në polici, i cili ka deklaruar se parafërsisht një vit para kësaj ngjarje, para vrasjes, i akuzuari i parë Naim Murseli ka kërkuar që të avras bashkëshortën e tij Liridonën. Që sipas fjalëve të tij ai ka refuzuar. Mirë po, më vonë, parafërsisht 3 javë para vrasjes së kryer, Kushtrim Kokalla ka gjetur personin tani të akuzuarin e dytë Granit Plavën, të cilin e ka njoftuar me të akuzuarin e parë Naim Murselin, të cilët janë marrë vesh në mesvete, që përfitim pasuror të kenë 34.000 euro, Granit Plavës për kryerjen, për vrasjen të ndjerën Liridona Murseli. Prokuroria në këtë fjalë hyrëse ka numëruar numër të madh provash materiale, të cilat duhet të administrohen dhe të dëgjohen dëshmitarët e propozuar. Për të cilat prokuroria mendon se kur do të administrohen, do të ambulojnë dyshimin e bazuar të prokurorisë? Jo. Të mbledhurat gjatë ngritjes së aktakuzës, e cilat
e cila do të sjellin deri te aktgjykimi gjykues dhe pranim po nga të akuzuarit. Dhe të sjellin deri te aktgjykimi gjykues. Prandaj i propozoj gjykatës që të vazhdoj me shqyrtimin kryesor në administrimin e provave. Hvala vam. Përfaqësuesi i palës së dëmtuar avokati Leutrim Syla në fjalën hyrëse deklaron. Po, avokat po e ndëgjojmë. E mbështesni fjalën hyrëse të prokurorës së shtetit? Po, atëherë, faleminderit kryetarit trupit gjykues, anëtar trupit gjykues, prokurori i shtetit, kolega avokat pranishëm. Fillimisht shpreh satisfaksionin ligjor dhe moral për ngritjen e kësaj aktakuze. Satisfaksionin ligjor dhe moral për ngritjen e kësaj aktakuze. Mbajtjen e shqyrtimit fillestar dhe konfirmimin e aktakuzës. Duke qëndruar në tërësi pra ndjekjes penale si në aktakuzë dhe provat e bashkangjitura nga prokuroria e shtetit kundër 3 të akuzuarve këtu, e po ashtu i jemi mirënjohës për sinqeritetin e treguar nga i akuzuari Tom Dodaj, i cili në shqyrtim fillestar pranoi fajsinë. Konsideroj që ky shqyrtim gjyqësor që nëse vjen nxehtë. Avokate, nëse ju vjen nxehtë me togun mundeni me hjek, është numër i madh i palëve në sallë personave, ju nëse nuk mundeni me mbajt togun, po ju shoh që e keni nxehtë, mundeni me hjek togun. Konsideroj që ky shqyrtim gjyqësor po do t'i jap përgjigje të gjitha dilemave të ngritura dhe bashkëndjera nga populli i Kosovës në mbështetje morale të familjes Ademaj, e po ashtu me dëshirën për të kuptuar të vërtetën e plot se pse Liridona Ademaj u privuan nga jeta në mënyrë aqdinake. Besoj se para kësaj gjykate do t'i jepet përgjigje pyetjes së babait të Liridonës pse Naim ti mundet të dalësh me fëmijët nga vetura e dona meti mrena. Presje. Pyetje së fëmijëve të Liridonës. Pse babi e la hajnin me ja ba nanës bam. Pyetjes së nanës Liridonës. Pse s'ko me pa ma Liridonën? Pyetjes Leonardit. Se pse
Naimi po mundet aq qetë mi u bërtit fëmijëve atë natë. E një ditë ma vonë, me ushqy në Suez Diamond, si kur s'ka ndodhë asgjë. Pik, para kësaj gjykate, besoj që do të qartësohet edhe fakti se çka pat nevoj Naim Murseli me taku Kushtrim Kokallën të qendra në Ertil ditën e vrasjes. Kushtrim Kokallën tek qendra e Në Ertil, Ertilit, ditën e vrasjes. ditën e vrasjes. Në Ertilit, ditën e vrasjes. Në Ertil, Në Ertil, në Ertil, mund të shtohet në Gjakov. po. Në Ertil në Gjakov, ditën e vrasjes. Pse pas ati takimi që nga i akuzuar i Kushtrim gjatë deklaratës së dhënë nga ai, ku thot që ka qenë takim shumë i shkurt, e blenë armën bashk, Naimi e pagou çmimin e armës, ja dorëzoi granitit, bashk shkun deri te vendi ngjarjes. Aty u ndan për të lënë që të ndodhë ajo që ndodhe. Besoj që ashtu si i gjithë populli i Kosovës, para kësaj gjykate nuk do të mbetemi të pashokuar se si do të vërtetohet që Se si do të vërtetohet që Naim Murseli darkoi në restorantin e njëjtë me vrasësin e gruas së tij. Dhe duke qenë i informuar për prezencën e tij. i informuar për prezencën e tij. Kjo ngjarje është edhe më shokuese kur do të vërtetohet që Naim Murseli kontriboi drejt për drejt me kontribut fizik në eliminimin e Liridonës. Është shumë e rëndë për të përfaqësuar në këtë lëndë por do të jetë shumë e lehtë për të gjykuar në fund. Dhe konsideroj që ky trup gjykues do ta ketë prej rasteve më të lehta për të dënuar këto të akuzuarit. Ju faleminderit. Faleminderit, avokat. Leonard, ndëgjuat fjalën hyrëse të prokurores së shtetit dhe përfaqësuesit tuaj të autorizuar. I mbështesni fjalët hyrëse të prokurores dhe të avokatit që ju përfaqëson? A keni diçka tjetër për të shtuar? Po, atëherë unë i mbështes fjalët e avokatit plotësisht dhe të prokurores. E mbështes fjalën hyrëse të prokurorit të shtetit dhe përfaqësuesit tim të autorizuar. A keni diçka tjetër për të shtuar në fjalë hyrëse? Jo. Nuk keni asgjë për të shtuar në fjalën hyrëse. Mbrojtësia të pandehurit Naim Murseli, avokatja të Utazhini Putoku. Po, avokatja.
Nëse mundesh me shumë mikrofonin, po. I nderuar trup gjykus, e nderuara përfaqësuese e prokurorisë, të nderuar përfaqësues të familjes së dëmtuar dhe të gjithë të pranishëm. Në cilësinë e mbrojtjes së pandehurit zotrit Naim Murseli, më lejoni që në fillim të kësaj fjale hyrëse në emër të klientit tim dhe në emrin tim personal të shpreh keqardhjen më të thellë për humbjen. Vetëm pak më ngadal në emër, më fal që po më duhet të ndërpres ashtu deri sot. Po gjyqtare, nëse ka mundësi dhe ma ka dalë se s'po me e zonë. Keqardhjen më të thellë për humbjen tragjike që ka prekur familjen e viktimës. Pavarësisht qëndrimit juridik që do të mbajë mbrojtja gjatë këtij procesi, dhimbja që ka përjetuar familja e dëmtuar është e pamohueshme dhe meriton respekt plot. Këtij procesi, dhimbja që ka përjetuar familja e Tanit të Ndjerës është e pamohueshme dhe meriton respekt të plot. Në këtë fjalë hyrëse, pala mbrojtëse para jush paraqet qëndrimin dhe vlerësimin ligjor, lidhur me rastin penal, vlerësimin dhe qëndrimin ligjor, lidhur me rastin penal ndaj klientit ton, zotrit Naim Murseli, i cili që nga momenti i parë i procedurës ka deklaruar pafajësinë e tij, dhe ka bashkëpunuar me organet e drejtësisë, duke shpresuar në një trajtim të drejtë, të panshëm dhe të barabartë para ligjit. Sipas nenit 31 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 6 të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit, çdo person i akuzuar për një vepër penale ka të drejtën të konsiderohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të vërtetohet përtej çdo dyshimi të bazuar dhe të arsyeshëm. Pala mbrojtëse thekson se prokuroria në këtë çështje nuk ka paraqitur prova bindëse të drejtë për drejta apo të mjaftueshme që ta lidhin klientin ton me veprën penale të vrasjes së rëndë. Bazimi i aktakuzës në rrethana të përgjithshme, supozime apo interpretime të njëanshme të situatës, nuk mund të përbëjnë themel ligjor për një dënim penal. Mbrojtja konsideron se nuk ka prova të drejtë për drejta që provojnë se i pandehuri ka kryer apo urdhëruar veprën penale, nuk ekziston një lidhje logjike dhe e dokumentuar ndërmjet sjelljes së të pandehurit dhe veprës penale të ndodhur, argumentet e prokurorisë nuk tejkalojnë nivelin e dyshimit,
ndërsa çdo dyshim duhet të interpretohet në favor të pandehurit siç përcakton ligji. Duhet të interpretohet në favor të pandehurit siç përcakton ligji. Një nga elementet themelore të veprës penale të vrasjes së rënd është motivi i veçantë që tregon qëllimin kriminal para pregaditjen apo rrethonat rënduese të veprimit. Prokuroria në këtë rast nuk ka paraqitur asnjë provë apo argument të qëndrueshëm për motivin që mund ta ketë shtyrë të pandehurin drejt një akti të tillë. Të pandehurin drejt një akti të tillë. Në mungesë të një motivi të qartë, pretendimi për veprën penale të rëndë mbetet i pambështetur dhe i cenueshëm juridikisht. I paqëndrueshëm juridikisht. Një prej kërkesave të rëndësishme të ngritura nga pala mbrojtëse dhe atë parangritjes së aktakuzës ka qenë parashtresa që i pandehuri Naim Murseli të dërgohet në ekzaminim të statusit mendor, e për cilën parashtres nuk kemi pranuar asnjëherë përgjigje, as nga ana e prokurorisë dhe as nga ana e gjykatës. Për të mundur të vazhdohet procesimi i kësaj çështje penalo-juridike, paraprakisht duhet të kemi provë të pakontestueshme se është në gjendje i njëjti të përcjellë rrjedhën e shqyrtimeve kryesore, të kuptojë procedurën gjyqësore, të konsultohet me mbrojtësit e tij në shqyrtimet që do të mbahen në këtë çështje penalo-juridike. Andaj konsiderojmë se kur të arrihet sigurimi i kësaj prove që buron nga konstatimi që do ta bëj grupi i ekspertëve pranë qendrës klinike universitare të Kosovës, Instituti Psikiatrisë Forenzike të Kosovës dhe pas ekzaminimit të pandehurit, varësisht nga të gjeturat, të vazhdohet me procesimin e më tutjeshëm të kësaj çështje e cila është ngritur pranë kësaj gjykate. I nderuar trup gjykues, ky proces kërkon maturi, drejtësi dhe panshmëri. Pala mbrojtëse nuk kërkon trajtim të veçantë, por kërkon zbatim të plotë të ligjit dhe respektimin e të drejtave themelore të pandehurit. E të drejtave themelore të pandehurit. Faleminderit. Faleminderit, avokate. Naim.
Më falë, se avokati Gjyqtare, prokuroria kërkon fjalën? Prokuroria kërkon fjalën? ta marrin fjalën e mbrojtësve, mandej vazhdoj me juve. A bën? Nëse s'ke diçka urgjent. Mos të mbetet e pathën në lidhje me këtë. Avokatit Ndrejc Dodaj. Po, avokat, më falë, Granit Plovës, avokatit Skënder Gojani. Faleminderit e nderuar gjyqtare. E nderuar gjyqtare, para se me fillu mbrojtjen, edhe unë shpreh ngushëllime familjes dhe të ndjerës. Në emrin tim personal. Me fjalën hyrëse, i shprehi ngushëllime familjes së të ndjerës, Liridona. Të nderuar trup gjykus, antar të trupit gjykus, sipas aktakuzës, së ngritur nga Prokuroria Themelore, i mbrojtëri im, Granit Plava, akuzohet për ndërmarrjen e veprimeve për përvimin nga jeta të viktimës. Duke pasur parasysh ndjeshmëri dhe kompleksitetin e çështjes penale, mbrojtja vlerëson se është e domosdoshme që faktet e paraqitura të trajtohen me kujdes të posaçëm dhe në përputhje me parimin e vërtetimit të plot, të paanshëm dhe të sakt të gjendjes faktike, siç parashihet në nenin 7 të kodit të procedurës penale. Me nenin 7 të Kodit të KPP-s. procedurës penale. Nderuar gjyqtare, me datën 03/06/2025, si mbrojtje, përmes emailit zyrtar, kemi pranuar ekspertizën e Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës lidhur me gjendjen mendore të pandehurit. Pavarësisht kësaj, me datën 02/06/2025, mbrojtësit nuk ju lejua kontakti me të pandehurin. Ndonse kjo ishte e domosdoshme për përgatitjen profesionale të mbrojtjes në këtë proces të shqyrtimit gjyqësor. Kjo përben cenimin e të drejtës së garantuar me nenin 61, paragrafin 2, të kodit të procedurës penale, i cili përcakton qartë se mbrojtësi ka të drejtë të komunikojë lirisht me të pandehurin, gojarisht ose me shkrim sipas kushteve që garantojnë shëftësinë. Në këtë fazë të procedurës, për shkak të rrethonave të renda dhe gjendjes së renduar, psiqike dhe emocionale të pandehurit, i pandehuri nuk do të deklarohet lidhur me fajsin apo pa fajsin e tij, ndërkohë që mbrojtja do të ndjek me kujdes
të gjitha zhvillimet e shqyrtimit gjyqësor dhe do të paraqes prova përkatëse që do të ndriçojnë situatën faktike. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, mbrojtja do të paraqes prova dhe argumente që ndërlidhen me rrethana personale, psikologjike dhe sociale të pandehurit para dhe gjatë ngjarjes. Në veçanti, do të parashtrohen faktet dhe provat lidhur me një aksident të rënd të pësuar nga i pandehuri rreth 2 muaj para ngjarjes, i cili pa dyshim ka ndikuar në gjendjen e tij psikike. Këto rrethana janë të rëndësishme për të vlerësuar në mënyrë të plotë dhe të saktë elementet e veprës penale, nivelin e rrezikshmërisë dhe në përgjithësi për të ndriçuar realisht gjendjen e të pandehurit në momentin kritik. Sipas nenit 84 dhe nenit 85 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, nëse gjatë shqyrtimit gjyqësor konstatohet ndonjë formë e përgjegjësisë së zvogëluar apo ndikimi i faktore psikoemocional në sjellje, gjykata ka kompetencë të shqiptojë masat e trajtimit të dytërueshëm psikiatrik me ndalim në vend të një saksioni penal tradicional. Me qëllim të mbrojtjes së rendit juridik dhe rehabilitimit të pandehurit. Në përmbyllje, mbrojtja do të angazhohet për një proces të drejtë dhe të balancuar, ku do të merren parasysh jo vetëm dispozitat formale ligjore, por edhe aspekti njerëzor dhe konteksti i plot i ngjarjes në përputhje me parimet e drejtës materiale dhe humanizmit në të drejtën penale. Faleminderit, avokat, ju mbete borxh të pranishmëve pa i tregu deri në fund që kërkesa juaj për ta vizituar, në fakt për ta vizituar klientin tuaj ka qenë me datë 2 qershor. Unë po flas avokat, tash ju ndëgjova, ka qenë granitin atë kohë ka qenë në institutin në IPFK, ka qenë duke u ekzaminuar, ndërsa dje në ora 11:10 minuta graniti është transferuar në qendrën e paraburgimit në Hajvali, ku avokati ka pas mundësi me vizitu, pasi që në IPFK nuk ka pas kushte dhe doktorët kanë thonë që nuk ka kushte në duke pas parasysh
vlerësimin që e ka nga SHKK, granit plova që konsiderohet i paraburgosur me rrezikshmëri shumë të lartë dhe për këtë fakt, si kryetare trupi gjykus, në perimetrin e jashtëm kanë angazhuar Policinë e Kosovës të mbështetur nga Njësia Speciale e Republikës së Kosovës për me siguru gjatë kësaj periudhe sa granit plova ka qenë qoftë arratisjen e tij apo çdo rrethon tjetër, do të thonë graniti derisa ka qenë në IPFK, në perimetrin e jashtëm të IPFK-s kanë qenë të angazhuar Policia e Kosovës të mbështetur me Njësi Speciale të Republikës së Kosovës, policijës, dhe brenda për brenda institutit nuk ka pas kushte që të krijohet një hapësirë ku ju mund të flisni në mënyrë private me të mbrojtërin tuaj dhe aq më tepër kur dihet fakti se vetëm një ditë më pas graniti ka kaluar në qendrën e paraburgimit në Hajvali, konkretisht në ora 11:10 minuta graniti është pranuar në qendrën e paraburgimit në Hajvali dhe aty ju keni mund të shkoni të vizitoni dhe të realizoni të drejtën që ju e përmendet. Ju faleminderit, vazhdojmë avokatin Ndres Dodaj, po avokat? Dhe ju të pranishëm mos t'i potencioj me emna se janë shumë. Edhe unë si mbrojtës si bashkangjitë në parafolëzet mirë rreth shprehjes ngushëllimit për familjen e dëmtuar. Në këtë seancë Dhe shprehjes ngushëllimeve ndaj familjes së të dëmtuarës. Në këtë seancë ndëgjuam fjalën hyrëse të prokurores e cila ju referu... Në këtë fjallë hyrëse? Referuar fjallës hyrëse të prokurores së shtetit? Ju referu në njërë nominale gjitha prova që pretendon që mbështet aktakuzen. Të prokurores së shtetit? Fillimisht po të Ku cëj... ju referua? Fillimisht po të cëj provat materiale... Provave materiale të cilat i ceku një nga një? Po, një nga një, pas ta i kaloj edhe të provat personale rëshitazi i po të cëj edhe ato. Edhe mendoj që këto prova do ta vërtetojnë bashkrymen edhe bashkimin kriminal ashtu që është cilësu. Dhe ka deklaru se këto prova vërtetojnë tezën e akuzës, apo? Po. Unë mendoj që prova që ju ka referu prokuria dhe i ka paraqitur nga këtë akuzë për administrim, nuk besoj që do të vërtetohen pretendimet ndaj të pandehurit kushtrim. Nuk do të vërtetojnë pretendimet e prokurorisë se i mbrojtërin Kushtrim Kokalla ka kry veprën penale. Ashtë krysh në formën si që paraqitet. Nëse fillojmë nga provat e ka paraqitur parangjarjes kritike, vendin ku e në taku, pandehurit Naim edhe Granit, ku supozohet, nga vendi gjarjes, paraqitur. nga takimi, vetëm pak avokat, nga parangjarjes kritike, po? Me asnjë provë nuk vërtetohet fillimisht prezenca e të pandehurit kushtrim. Fillimisht prezenca, me asnjë provë nuk vërtetohet prezenca e të pandehurit kushtrim. Pastaj, prokuria ju referu disa prova, disa raporte forenzike, si që janë ekzaminimi i armës, raporti autopsisë, dhe disa raporte tjera që mos t'i raporteve të autopsisë? Këto prova dhe provave të tjera? Nuk vërtetojnë veprimet inkriminuese, jo vetëm të pandehurit, kushtrim pas një të pandehurit. Nuk do të vërtetojnë fajsin e të pandehurit kushtrim e as të pandehurve të tjerë? Këto janë prova që vërtetojnë ndodhin e një incidenti, ashtu që shka ndodhë. Të tjerë? Por këto prova do të vërtetojnë ndodhin e një incidenti ashtu si që ka ndodhur? Vërtetojnë mënyrën e vdekjes, mjeti që a përdorë, cilat plaka që do të vërtetojnë mënyrën e vdekjes, po? Cilat plaka që vdekje pruse, e në asë mënyrë kusha krysi. Cila plag ka qenë vdekje pruse, por në asë një mënyrë cili është krysi.
Nuk pezes pa tepër për provë materiale se do të kim rastin që do të administrohet dhe do të shqeqojmë gjithë. Sa i përket provave personale, këto janë provat ma tepër të karakterit rrethanor, ku ma tepër ka të bëjnë fjale dhe vërtetojnë raportet familjare, raportet bashkërtore, raportet shoqënore. Edhe këto prova nuk vërtetojnë as si pretendim prokurisë, qoftë si krys. Nuk vërtetojnë as një pretendim të prokurorisë, Qoftë si krys, qoftë si bashkrys, qoftë si krys apo bashkëkryrës. Kam bindjen që bashkëpunimin, bashkimin kriminal dhe bashkrymin. Avokat, lejoni t'ju them që tani më bashkimi kriminal nuk është pjesë O më falë që se më të zoas. e ka heq në fjallën në shurtimin fillestar, prokuroria e ka largu, do me thonë është veç bashkryrja që ndronë. Bashkrymin. Këto prova krijojnë vetëm një perceptim. Edhe perceptimin bazohet në faktin që që ta tregoj realitetin. Po, prandaj mendoj që mos ta zgjas pa tepër. Prandaj mendoj se Në fund të shqyrtimit gjyqësor, gjykata do ta merr një vendim lirues për pandehur kushtrim. unë, si kryetari i trupit gjykus, nuk kam pranuar asnjë kërkesë nga avokatja Zhini Potoku, një kërkesë të tillë nga unë nuk është bërë, po mendoj nuk më është kërkuar. Është kërku prej avokatit Gojani, para se këta akuzat të marrë formën e prerë, jam konsultu me prokurorën e shtetit nëse ka marrë opinionin, mendimin e prokurorës së shtetit nëse i njëjti duhet të dërgohet për ekzaminim, pasi konsiderohet se është dorasi, akuzohet paktën kështu sipas prokurorisë, dhe prokuroria e shtetit është pajtuar që i njëjti të dërgohet në ekzaminim. Është kështu prokurore? Është dërgu në ekzaminim graniti, është kry ekzaminimi psikiatrik, e kemi ekspertizën, e kemi pranuar dje, të njëjtën, po dje ja kemi përcjell avokatit mbrojtës dhe prokurores së shtetit. Tjetra avokate, ju pyes nëse keni ndonjë prova po dëshmi, avokati kur na e ka sjellën kërkesën, bashkë me kërkesën na e ka bashkangjit kërkesës një plog, diçka në kokë e ka pasën e granitit, a është shtu avokat? E ka pas kokën, dhe me thonin, edhe ka kërku për me qenë të paanshëm, gjithsesi na jemi të paanshëm, të pandikuar, prandaj e kemi dërgu në ekzaminim, nëse eventualisht e njëjta ka mund të ndikoj, por ekspertiza është ajo që është, dhe kjo është, avokate, a keni propozim, a keni mbështetje të asaj kërkese, sepse... Nderuara kryetare, unë vendimin prej anës gjyqtare së procedurës paraproke nuk e kom pranu asnjëherë deri sot, edhe na vazhdojmë me pas të njëjtën kërkesë për ekzaminim të njëjtit. Është në dorën e juj, ju vendosni, konsiderojmë që është e domosdoshme me u bë një ekzaminim. Arsyet i kemi cek edhe në kërkesën. Vetëm pak avokate në proces verbal. Deklaron, ne edhe më tutje qëndrojmë pranë propozimit ton që i mbrojturim Naim Mërseli të dërgohet për ekzaminim psikiatrik në IPFK, pasi që ka qesh. Do me thonë, sala ka qenë plot, unë e kom pas njëjtin krah, e kom përcjell vazhdimisht, po buzëqeshje prej anës ti nuk ka pas asnjëherë. Ose është në gabim teknik, që ka met, që qëmë pesh shumë. Sa për djenin të për neve si mbrojtje. Atëherë më detyroni që ta them kjo ka qenën, është një fakt, kjo ullu, është një fakt që Naimi ka buzëqesh, ka qesh sepse unë e kom po, ka qenë shërbimi korrektues i Kosovës, i cili është afru për mos me
mos me nxit, sepse kanë qenë edhe familjarët e palës së dëmtuar, këto mos me nxit ndonjë tension, kanë qenë shërbimi korrektues i Kosovës që ja kanë tërheq vërejtjen, i thonë mos me qesh. Kjo ka qenë ajo rreth asaj pjese. Atëherë, prokurore, kemi një propozim nga avokatja lidhur me... S'ka debat. Jo debat, gjyqtare. Avokatet, lutna. Duke pasur parasysh që avokatja në flahën hyrëse është thirrur në parashtresën e saj, duke pasur parasysh që avokatja edhe në fjalën hyrëse më vonë është thirrur në parashtresën të cilën e ka parashtruar për propozimin për ekspertim për ekspertim psiqik, akuzuri i parë në Murseli është e vërtet që është parashtruar nga ana e mbrojtjes me 8/11/2024. (08/11/2024) 08/11. Prokuroria në atë kërkes, në atë parashtres ka reaguar me datë 13/11/2024 dhe gjyqtarës të procedurës paraprake 2024. Pas 5 ditësh do të thotë. Dhe gjyqtarës të procedurës paraprake i ka parashtruar kërkes për dhënje të urdhëresës për ekspertim. Gjykate e ka? Kërkesën për dhënjen e urdhëresës për ekspertim neuropsikiatrik të pandeurit Nai Murseli. Për ekzaminim neuropsikiatrik të pandeurit Nai Murseli. Mirë po, me datë urdhëres për ekzaminim psikiatrik të pandeurit Nai Murseli. Mirë po, me datë 18/11/2024. Gjyqtarja e procedurës paraprake e gjykatës themelore ka sjellur akvendim me të cilin e refuzon propozimin e prokurorisë. Atë në lidhje me kërkesën e mbrojtjes për ekzaminim psikiatrik të këtut të akuzuarit Nai Murseli, theksojmë se përkundër ndërmarrjes së të gjitha veprimeve procedurale nga prokurori i shtetit që t'i dorëzoj vendimin gjyqësor mbrojtjes, për shkak se është vendim gjyqësor, qoftë për aprovim apo refuzim, në aspektin procedural, konsiderojmë që është dashur që të dorëzohet nga gjykata dhe të posedohet fletkëthes për dorëzimin e të njëjtit. Që të dorëzohet avokat, apo ajo çështje i takon kisha propozimit se gjykata i din punë të veta? Gjyqtarëve me leje. Duke qenë këtë situatë, kemi një propozim për ekzaminim psikiatrik të Nai Murselit, është e qartë. Cili është mendimi juaj? Për të mos rrezikuar me ndonjë shkelje procedurale, për mos të rrezikuar procesin me i mbrojtës të pandehurit Nai Murseli, për ekzaminim psikiatrik të njëjtit, po që të dërgohet për ekzaminim psikiatrik në IPFK, do të urdhërohet Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës
që brenda 2 jave ta realizoj këtë ekzaminim, me qenë se tani është aprovuar kërkesa e mbrojtëses për ekzaminim të pandehurit Naim. Këtë gjë me rak vendim. Seanca përfundoi në ora 15:08 minuta. Ditën e mirë.